reach for the sky. Let's sing and move along to the silly, silly Ram-Sam song. Oh, Ram-Sam, Sam, oh, Ram-Sam, Sam, gooey, 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 Ram-Sam, Sam. Oh, Ram-Sam, Sam, oh, Ram-Sam, Sam, gooey, 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 Ram-Sam, Sam. Oh, Ravi, gooey, 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 Ram-Sam, Sam. Oh, Ravi, gooey, 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 Ram-Sam, Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a Ram-Sam master, you've got to go a little faster. Oh, Ram-Sam, Sam, oh, Ram-Sam, Sam, gooey, 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 Ram-Sam, Sam. Oh, Ram-Sam, Sam, oh, Ram-Sam, Sam, gooey, 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 Ram-Sam, Sam. Oh, Ravi, gooey, 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 Ram-Sam, Sam. Oh, Ravi, gooey, 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 Ram-Sam, Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a Ram-Sam master, you got to go a little faster. Oh, Ram-Sam, Sam, oh, Ram-Sam, Sam, gooey, 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 Ram-Sam, Sam. Oh, Ram-Sam, Sam, oh, Ram-Sam, Sam, gooey, 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 Ram-Sam, Sam. Oh, Ravi, gooey, 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 Ram-Sam, Sam. Oh, Ravi, gooey, 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 Ram-Sam, Sam. Arms up high. Që ka qenë nga Palaco dhe shokët e tij, apo jo? Na kanë kënaqur me performancë edhe fëmijët bashkë që kanë qenë këtu pjesë e studios e emisionit Mëngjesit. Zakonisht ata që kanë fëmijë, çdo herë përmendin që zgjohen me gëzim kur i nin zhurmat e fëmijëve, derisa dikur bëhet pak e bezdishme dhe kanë qef ndoshta me çutë ndaj hallës së ndaj teze pak me ndajt edhe vet. Megjithatë, edhe na kemi pas dëshirë që me i pas edhe fëmijët në studion e emisionit Mëngjesit, edhe me i nis festat e fundvitit bashkë me ta. Në të njëjtën kohë këtu përveç që ka pas fest bashkë me Palacon, kanë me u shpërnda edhe dhuratat nga Baba Dimri, e që Baba Dimri në kemi shtëpine Koha Vizionit, që për çdo vit fëmijët e kësaj shtëpie pra marrin dhurata. Po më duket që ju pëlqejnë shumë, prandaj edhe kanë ardhur krejt këtu. Përndryshe për mos me vënu shumë edhe Palacon, se ndoshta edhe je lodh prej kësaj performance, tregona çush të do performanca sot, çush pritën fëmijët. Disa po më duket shumë mirë. Ta afro mikrofonin afër. Tepër bukur. Fëmijët janë shumë të mrekullueshëm. Edhe kemi kalu shumë mirë. A ju ka pëlqyer programi juve fëmijë jo? Unë e shoh zakonisht në fytyrat e fëmijëve që kalojnë shumë bukur. Cili personazh për ju pëlqen më shumë? Soniko zakonisht e marrë më shumë, Eloela, ndryshon. Soniko. Juve fëmijë, cili personazh ju pëlqen më shumë te? E Palacon e harut krejt, a? Palacon që i ka mësu këngë dhe performancat ndryshme për ditën e sotme, e që ma mërmendja kanë me i performu edhe në shpe për natën e vitit 3 me ju tregu edhe ma mirë prendve që shi kanë mësu performancat të të kërcimit. Për ndryshe disa fëmijë pak ma të vegjël pak kanë frikë për i këtëre maskotave. Naturaste, qka po veprani? Naturaste, na zakonisht mundohemi me qenë sa ma thjesht. Jo asi Palacon që i bojnë fytyrat e mi frigu, edhe i mësojmë me fëmijët nga dalë. Me zorë nuk ishti me dalë. Këngët e fëmijëve, ata që kanë fëmijë, prindrit, i din krejt. Po ma mërmenja që edhe jo. Po unë i tomë, vajzat që ndihmojnë. Vajzat i kene këto, edhe në të njëjtën kohë i ka mësu krej këngë. Sa bukur. Atëherë faleminderit shumë edhe për performancën. Ishte shumë kënaqësi, ma mërmendja emocionuese dhe ju me qenë se keni qenë këto pjesë e jona. Shumë kënaqësi, e ta shumë po vazhdoj me fëmijët, ndoshta qysh kanë qenë të kënaqshëm me ty do të jenë edhe me mua. Faleminderit shumë edhe për juve. Shumë faleminderit. Hajde do të vazhdojmë edhe të shohim tash dhuratat Baba Dimri ka me i shpërnda dhe ka me i thirr me radhë, edhe krejt keni me shku me marrë dhurata te Baba Dimri. A ju pëlqen Baba Dimri a jo? Po, Baba Dimri gjithë ka një listë, në qëfse jeni tregu të mirë gjatë krejt vitet, edhe keni marrë edhe notat të mira dhe keni ndëgju prind, atëherë Baba Dimri ka me jap dhurata, po? A do të krejt ju jeni të mirë? A tu ka besu dëshira si vjetë? Po. A ke dosh diçka tjetër apo ke dosh një si dhurata? Por Baba Dimri tjerë kam dosh diçka tjetër, po edhe këto më pëlqejnë. Ato apo ja u lënë prindve atje, ku e ki babin?
Thuj babit edhe mamit, me ta plëcu që atë dëshirën tjetër, një dhurat tjetër. E tash që tu, se ka shumë sana brenda këti fese këtu të babadimret, a keme i nda bashkë me motrën edhe me vlana, se cili po i mandi vetë? Së cili këna mi bashkua dhe... E mandi me i nda dhe me tjerë. Bravo. Tjetër, me kënë keme ndoa dhuratën, a i ki edhe një vlatë vogël, a ka me marrë edhe ajë dhuratën? Këme do me vëllonë. Me Marsin bashkë. Marsin do shta s'mundet me i hongër krejt gjana që janë aty, po i një manë edhe te ka pak. Bravo, hajde. Ke buat listën e dëshirave, zakonisht krejt fëmijët e ka një listë gjatë dëshirave, si që ka përdojnë për fund vetë. Nuk e di nëse ke pas të ose jo, po të regana. Une ende se këm bo, po këm e bo. Keme bo? Edhe ishala më vinë dëshirat. Edhe ishala ti realizojnë krejt dëshirat. Po më s'kërko diçka shumë. Jo, që s'mundet me u realizu. Diçka pak ma atletë. Po. E për ndryshe të regona qësh po ndijen e çdo vit që po i merë një dhuratat për i koha vizionit? Te për mirë. është hera e 8-9 që këmë marrë dhuratën. O, e krejt qëtu apo më rinë me i hongër vetë? Jo këtë vetë. Me kam pindonë? Me qikat e halës, e me qikat e tezës, edhe me familje. Krejt? Po. Diçka po ndonë për mua jo? Se dhurata koka pak e rondë. A je e fort edhe ti të shëki emrin? Forta. Forta. Qka ke kërku prej babadimret si vjetë? Qka ke kërku diçka? Në tren. Në tren. Në tren? Tren? E ku dërë me muaj trenin? Në shpe. Në shpe? Okej. A duhet me i thonë, dikujt me ta realizu dëshirën? Këto ka shumë qokolata. Shumë qokolata ka qëto. A kemi e hongër te? Bravo. E trenin? Pas taj trenin kur shkën, o atën e vitit 3, ta bjem babadimre. Sa është pak ma i matë. Apo? Po ma ka përdu babadimre shkuft jamen. Apo? Atë ka pëlqy? Ka këqim në kukë shëpunjes. Bravo. Hajde atë ndimoj me që dhuratën dire atje. Shëndetja. Unë jam Dera. Edhe, sa vjetë që ki? I kam 10. 10. Ti? Unë jam Ema, i kam 6 vjetë. 6 vjetë. Edhe, vlone pas këtë për hasrat? Po. Edhe tash edhe kjo po merë dhurat bashkë me juve? Po.
Ç'është po ndiheni kur përvendni dhuratat e Koha Vizionit? Po ndihemi shumë të lumtura, sepse kur vime në KTV jemi shumë të gëzuara se edhe dina çfarë atmosfere kemi edhe pak më herët që kërcyem jemi kënaqur shumë. Po ju pash, sa shumë keni kërcy, keni hupe energji shumë. Tash ty dele me i hongër krejt dhuratat. A e shkruan edhe ju emrin këtu te baba Dimrit te pjesa e barë, se kur jam kone vogël i kam marrë çështë dhuratat, e tash për me dallu me vllajën edhe me motrën, unë i kam shkrujt emrin tem që kërkush mos me prek dhuratën tem. Po, kemi, për shembull, e marrëm një letër edhe e shkruam secili e shkruam emrin tonë edhe e vendosim mbi dhuratë, pastaj e dina cili është edhe kërkush nuk e prek dhuratën tonë. Bravo, kënaqur edhe për vitin e ri, me festat edhe që jemi vitin e ardhshëm. Faleminderit. Për ndryshe, i pëlqen veç Gonxha në televizion kur të sheh. Po sot dhuratën e ke marrë bashkë me mu. Apo të pëlqej tash edhe ona jo? Po. Edhe unë e mirë? Po. Ka qenë një numër i madh i fëmijëve të cilat kanë marrë dhurata prej Koha Vizionit e shumicën prej fëmijëve i kemi pas edhe këtu në studio, madje kanë performuar dhe kanë kërcyer edhe me palaçën edhe me shokët e tij. Në njëjtën kohë kanë takuar edhe baba Dimrin e kanë marrë dhurata, disa i kanë marrë veç për vete, disa i kanë marrë edhe me ndome me pjesën tjetër të familjes. Por ndryshe edhe ne kemi qenë shumë të kënaqur që këtë pjesë të Koha Vizionit e kemi ndoa edhe bashkë me shikuesit e emisionit të mëngjesit. Ne bashkë e përmbyllim këto edhe me fëmijët me kaq ëmbëlsi edhe do takojmë nesër. Deri atëherë mirëmbëjtje. Hajde krejtong! Shikues të dashur, për më shumë video si kjo, regjistrohuni në kanalin e Koha Vizionit në YouTube.